2.800 ton mbetje toksike që prej 2 vitesh ndodhen në territorin e bashkisë Durrës janë kthyer në objekt të një denoncimi nga deputeti demokrat Igli Cara. Përmes një deklarate për media, Cara ngriti shqetësimin për depozitimin e tyre pranë një biznesi privat në zonën e Shënvlashit, duke theksuar se kjo zonë ndodhet pranë një kompleksi banimi ku janë strehuar familje të prekura nga tërmeti. Sipas deputetit demokrat, mbetjet kanë qëndruar për një kohë të gjatë në territorin e bashkisë, ndërsa prej fundit të muajit mars janë zhvendosur në këtë subjekt privat. Cara i është drejtuar me pyetje kryetares së bashkisë Durrës, Emiriana Sako dhe Ministrisë së Mjedisit, duke kërkuar shpjegime mbi mënyrën e menaxhimit të këtyre mbetjeve dhe masat e marra për shmangjen e rrezikut për komunitetin. Për disa muajsh në fakt kam ngritur shqetësimin lidhur me situatën e 102 kontenjerëve që përmbajnë rreth 2.800 ton mbetje të klasifikuara si të rrezikshme dhe toksike. Pra mbi 630 ditë që këto kontenjerë janë këtu, në periferi të Durrës. Për turpin e kësaj qeverie, institucionet dhe laboratorët brenda territorit të Shqipërisë rezultuan se nuk dispononin infrastrukturën dhe pajisjet e nevojshme për marrjen dhe analizimin e mostrave. Megjithatë, analizat u bën në Itali. Tani më kemi një rezultat konkret. Materiali u klasifikua si mbetje e rrezikshme. Të bëj një pyetje direkte për kryetarin, disa pyetje për kryetarin e bashkisë së Durrësit. A është problem për të personalisht prania 2.800 ton mbetje të rrezikshme pikërisht në Durrës? Pyetja e dytë është kush është më e rëndësishme për të? Shëndeti, jeta e qytetarëve të Durrësit apo rehatia e Ramës? Dhe e treta, a nuk duhet të bënte edhe ajo presion që e jepet nga e drejta si përfaqësuese e pushtetit lokal mbi Ramën dhe qeverinë? Çështja e mbetjeve toksike vijon të mbetet një shqetësim për banorët e zonës, ndërsa pritet një reagim nga institucionet përgjegjëse për trajtimin dhe monitorimin e tyre.